Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Loredana merr vendimin, I jep fund marrëdhënies me Jozin. E ftuar së fundmi në fan club, Loredana Brati komentoi për herë të parë daljen e saj nga shtëpia, duke ndarë me ndjekësit situatat e fundit. Do të kisha pritur të shikoja klipin, të kaloja pak kohë me Jozin pas daljes nga shtëpia, të kishim një moment për të diskutuar çfarë ndodhi, por e gjitha kjo nuk ndodhi. U shpreh ajo duke treguar se ende nuk e ka përpunuar plotësisht situatën. Loredana reagoi edhe ndaj veprimit të Jozit me gestin duke u distancuar. Ishte një pamje shumë e fortë, jo e mirë për të parë. Distancohem komplet nga gjesti I Jozit ndaj gestit. Nuk ishte I pranueshëm. Më vjen keq që ai arriti ta bënte atë gjë. Megjithatë, ajo theksoi se nuk pendohet për rrugëtimin e saj. Nuk pendohem, do ta bëja sërish të njëjtën rrugë. Ka mësuar shumë. Në fund, Loredana shtoi se ka marrë një vendim në lidhje me Jozin, por nuk preferoi ta zbuloj publikisht. Nuk dua ta agravoj situatën. A mendoni se ajo ka marrë vendimin për t'u ndarë me Jozin?